Përshëndetje miq. Më duhet prapë futem video live, pavarësisht se kisha menduar t'i radhoja sa më shumë videot live, sepse dua njerë t'ju shpreh falenderimet gjithve atyre që më kanë marrë në telefon, që më kanë shkruar për shërim sa më të shpejt. Të gjithve shumë faleminderit, ju jam mirënjohës. Realisht këto janë gjëra që ndodhin. Unë jam një njeri që filloj punë në ora 8 dhe mbyll në 2 të natës, dhe kur punon me intensitet kaq të lartë për një kohë të gjatë, normale që do kesh dhe aksidente, dhe nuk më vjen keq fare që ndodhi ky aksident, domethënë i ka puna. Këto kur unë kam marrë parasysh derisa kam vendosur të punoj me të tilla orare, me të tillë impenjim. Keq më vjen që s'po gjej një njeri, të paktën për një muaj, sa unë të jap një zgjidhje dorës për çoban, kryesisht për mielje, sepse unë kam shumë dhënë dhe ato vetëm unë i miel, unë merrem me të gjitha proceset, por shumë procese unë mund t'i lëm bas dore, mieljen se lë dot sepse më prishën delet. E gjithë postimi, sepse nuk kam lënë njeri kënjo pa i thënë, dhe u ktheu drejtova dhe Facebookut, ku i dihet ndoshta gjeja dikë nëpërmjet Facebookut. Edhe një herë shumë faleminderit, dhe jam vërtet i interesuar për një çoban, kryesisht për mieljen. Ditë të mbar miq.